e tjetër dhe duhet kuptuar që kemi edhe një rivalitet në mënyrën pozitive, pra jo armiqësore, por mes Iranit dhe Turqisë, ku Irani tashmë i ka treguar gjithë botës muslimane në thojse, nëse bëhet fjalë për një botë muslimane apo një gjeografi ku muslimanët janë në shumicë, aty ka treguar që po Irani është shumë më i fortë se sa çdo tjetër, domethënë është më i fortë se sa Izraeli dhe ashtu e vetëm gjë që nuk e ka forcën është në teknologji dhe e cila kjo më sa duket nuk është edhe krejt aq mbrapa sa kujtonim ne para kësaj lufte. Kurse në anën tjetër marrëdhëniet e Ankaras dhe të Teheranit, sidomos këto vitet e fundit, pra këto 4 vitet e fundit kanë qenë shumë të rëndësishme dhe shumë të përparuar për shkakun që pothuajse lideret mallor të Iranit, pra edhe presidenti aktual Pezeshkian është turk, është i rritur në familje turke, domethënë është turk i Azerbajxhanit verior quhet në Iran. E cila ka edhe disa marrëdhënie shumë, por duhet parë edhe nga ana tjetër që Turqia tregon me gishtë domethënë edhe Izraelit që nëse ka bën ti domethënë një gjë për të ashtu, sepse edhe ato 3 bomba që ka rasti pas Turqisë dhe shumë generaleve të në pension normalisht që dalin në flasin në televizionet proqeveritare të Turqisë, thonë që janë të gjitha provokimet të Izraelit, ato 3 bombat që janë gjuajtur këtu, plus që Teherani ka bërë thirrje Turqisë hapës se kjo është shumë interesante, e cila që po ne nuk e kemi gjuajtur, pra asnjë forcë jona mozaike e ushtrisë pas Ayatollah Khameneit, pra që tashmë është mozaike çdo forcë ushtarake apo çdo repart që mund të themi ne, çdo bazë ushtarake ka të drejtën të dëgjuar të bombardojë vetë pa marrë lejen nga lideri suprem i tyre, pra. Dhe nga kjo nuk ka ardhur asnjë gjë nga ana jonë, hajde të ngrejmë një komision së bashku, i cili Hakan Fidanin e ka si themi, domethënë e ka lënë matan edhe presidenti Erdogan, që Irani thotë hajde ta bëjmë një komision së bashku, e cila ta besoni që nuk është, por kur është një shtet në gjendje lufte është edhe shumë e vështirë që të besojmë A apo B apo C, sepse e dihet që edhe propaganda edhe të tjera, por me sa e shoh unë që Turqia tashmë edhe që mori edhe sistemin e tretë Patriot që mori nga Gjermania ditën e sotme kanë ardhur në Incirlik të Turqisë, jo tregon që Turqia nuk dëshiron të jetë të përshkallëzohet ajo, por nuk e ka forcën në asnjë qoftë nga ana diplomatike apo ushtarake apo edhe e asaj nga ana teologjike, domethënë e sunive që të vendosit diçka në këtë rajon, pra në jashtë Turqisë. Do të thotë se për në Turqinë brenda normalisht që Turqia është një shtet që besoj që nuk ka shansin të bëjë kush shaka me Turqinë. Sokol, në këtë rast, pra në gjithë të konflikt, sa e vështirë është për Turqinë që të ruaj balancën mes interesave të saj, por sigurisht nga ana tjetër edhe presioneve ndërkombëtare? Balancat e Turqisë janë jetike për veten e vet, në radhë të parë, në radhë të dytë gjeostrategjia turke rajonale, po ashtu edhe me gjeostrategjinë makro të Amerikës që ka për globale nuk bien nesh pra me njëna tjetrën. Vetëm gjë që kanë ndarë nesh me janë kanë pasur në Irak dhe në Siri për punën e të bërë shtetet kurde, por këtë ja ka arritur me sukses Turqia për interesat e veta normalisht që mos të bëhen atë dhe nuk u bën, pra nuk bëhet fjalë për një Kurdistan as pak. Kështu që nëse shohim politikat gjeostrategjike të Turqisë dhe të Amerikës, këtu kuptohet krejt qartë që po atëhera nuk ka një rrezikshmëri për ashtu, por nëse do të ishte Turqia pra si Irani apo si një tjetër, por edhe është pamundur sepse është antar në atë, por nëse do të ishte atëhera, Turqia do kishte probleme krejt tjera mallore, kurse nga ana ushtarake Turqia është totalisht NATO, pra Turqia është si Franca, është si Gjermania, është si Anglia, si Shqipëria është e vogël, por dhe në këtë aspekt e forca e NATO-s pra për të mbrojtur apo për të luftuar dhe teknologjia e NATO-s, pavarësisht se kemi atë ëndrrën, atë fantazi që është më e mira në botë, kemi domethënë çdo lloj gjëje që nuk na prek asnjë bombë, nuk bën ashtu, por me sa duket edhe kjo deri diku është pak edhe iluzionare, është iluzion sepse gjithë teknologjia e NATO-s e Amerikës që është mbi Izraelin, ajo po të thuash që ka le shumë për të dëshiruar, se tash me qindra bomba bien mbi Izraelin, pra edhe mbi kryeqytetin e Tel Avivit, kështu që
Turqia thuhet se për rëndësimet zyrtare, por edhe të ekspertëve ndërkombëtar që ka një prodhimtari në industrinë e armëve të cilat janë një sukses 100% turk, pra qoftë nga ana teknologjisë dhe prodhimit është turk, e cila këtu ndoshta mund të jetë krejt ndryshe nga të tjerë. Por në politikat rajonale, Turqia, domethënë, interesat turke dhe interesat amerikane nuk janë të konfrontuar me njëri tjetrin. Pra nuk janë kundërshtar, kështu që Turqia është shumë më lehtë. Vetëm problemi është pjesa kurde, por edhe aty besoj që Turqia ka forcën ta stopojë siç e ndodhi për shembull në Irak dhe në Siri. Qartë. Sokol, nga ana tjetër, deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump kanë tronditur disi marrëdhënie transatlantike, duke vënë në pyetje vetëm rolin e aleancës më të madhe ushtarake në botë dhe mbas kësaj Trump ka akuzuar hapur vendet europiane pra se përfitojnë nga mbrojtja amerikane. Mendon se është kjo tashmë një kritike drejt aleatëve apo një strategji presioni ndaj tyre? Jo, në fakt, ushtëria, aleanca më e fortë e mbrojtjes. Tamam, këtë jemi me këtë, por nuk kemi pas luftë që ta provojmë me vërtet a është aleanca e fortë apo nuk është e fortë. Këtë nuk e kemi provuar. E kemi provuar vetëm një për gjithë për një, pasi 11 shtatorit dhe ka qenë për sulm për Amerikën. Pra nuk kemi një aleancë mbrojtëse real, domethënë të sprovuar. Pra e kemi, që kur ashtu nuk ka pas kush forcë apo fuqi apo mendime që të luftoj këtë aleancë, por se sa e fortë do jetë kjo duket në praktik, pra se kur të praktikohet, inshallah nuk bie për të praktikuar gjënë, ama nëse praktikohet mund të marrim shembullin e Izraelit. Pra Izraeli, gjithë teknologjia e të gjithë antarëve të NATO-s, prodhimtarëve të NATO-s, dhe të gjithë botës moderne, pra euroatlantike dhe perëndimore, janë në Izrael. Pra janë në Izrael, vendin për të mbrojtur, pra ashtu pra nuk e mbrojtë dot Izraelin. Ashtu siç duhet, e cila kjo lën pra ashtu, kurse gabimet e Europës janë që nuk ka arritur të bindi veten e vet, pra të ketë një kushtetur, të ketë një ministri të punëve të jashtme, të ketë një bankë të vetën dhe të ketë një ushtri e cila, sidomos në ardhin e Trumpit për herë të dytë, ku para gati një vit më parë gjithë Europa i thanë që ti je baba jon, tani ne bëjmë gabime dhe mos u mërzit ç'a bën kalamajt e tu, por duke që edhe Trumpi tregon gishtin. Pra jo Trumpi, në fakt, por Amerika e cila tashmë nga sa e kishim atë arriti të marrë nga e gjithë antarët e NATO-s 3.5% të GDP-s, do shkojnë 5, do shkojnë 7, 8, 10, sepse nuk mund me thonë jo, por edhe qenia e Amerikës, forca e Amerikës në fakt është e mbajtur një këmbë me kanë e Europë, edhe pse kërkon ta shtypi me të drejtë, sepse Europa ka fjet në gjumë, pra ka pas atë komfortin e vet, rahatinë e vet më shumë dhe tashmi ka dalë gjumi, por gjithsesi Amerika pa Europën nuk bën dot dhe Europa pa Amerikën nuk bën dot, por duhet parë edhe strategjitë e tyre. Europa nuk ka një geostrategji që të jetë hegemonia e globale, kurse Amerika këtë ka dhe ja praktikon dhe ka arritur qëllimet e saj. Pra, kemi një aleancë e cila Amerika është i zonja, është i zoti i shtëpisë, është baba e shtëpisë, ka 70% të gjithë të financimit të NATO-s, për atë me të vërtetë ka mbrojtur Europën, nuk e ka sulmuar kush, por ai thotë që e ka mbrojtur dhe e ka mbrojtur realisht, domethënë edhe se ka sulmuar kush, por nga ana tjetër Amerika mbron edhe shumë vende të tjera të cilat nuk janë antarët e NATO-s për interesat e veta dhe kjo tregon që forca e Amerikës mbi Europën është shumë më e madhe se sa është. Kurse Europa tashmë duket si do të ketë një ushtim të vetën dhe biles këtë vit do të jenë hapat e parë konkret, pavarësisht se pas në tavolinën e diplomacisë ata kanë arritur të bëjnë marrëveshje të mëdha, por që nga Britania e Madhe deri në Turqi, pra në Anadolu aty ku sot janë vendosur edhe patriotë në Incirlik, do të kemi një ushtri ku këtu rolin kryesor do ta ketë Turqia, Franca dhe Anglia së bashku me Gjermaninë, ku edhe Spanja mundohet që të jetë e parë në të, por me sa duket reagimet e Spanjës kundra hegemonisë amerikane kanë dalë haptas, mund të lehet pak vendin e 5 apo të 6. E qartë. Në ditën e Kosovës, presidenti amerikan ka shkuar edhe më tepër duke deklaruar se SHBA-t nuk kanë më nevojë për ndihmën e askujt pas suksesit ushtarak SHBA-t ndaj Iranit. Mendon se tashmë politika amerikane ndoshta po shkon drejt izolimit apo nga ana tjetër kemi një dominim të njëanshëm global, do të quaj? Po, dominimi i njëanshëm global, këtë mund ta quajmë kështu. Suksesit e Amerikës në Iran janë shumë për të dëshiruar, e cila
një në radhë të parë nga ana mallore, normalisht që s'ka rëndësi kush është atje presidenti Trump apo një tjetër, sepse të gjitha sulmet amerikane që janë bërë, qoftë në Vietnam, në të gjithë të kaluarën, por sidomos tek që kemi qenë gjallë ne dhe unë paktën i kam parë live që në luftën e Gjirit Persik, po ashtu luftën e Iranit, pranvera arabe e të tjera dhe sot ditën e sotme në Iran, domethënë Amerika çfarë suksesi dëgjoj, nuk e ka suksesin, sepse suksesi i Amerikës në mënyrë perfekte ka qenë vetëm në Kosovë, pra në NATO, na ka shpëtuar nga gjenocidi. Kjo është për të lavdëruar dhe është i vetmi që ka arritur një qëllim shumë të shpejtë dhe ashtu, kurse në botë në kohën moderne, pra pas mileniumit e kemi pushtimin mund ta quajmë apo marrjen e Venezuelës totalisht në kontroll nga Amerika, pra me një operacion që askush nuk pa ishin gjithë në gjumë dhe e mori totalisht në ashtu dhe vendosi ka dash, pra ka përgatitur të gjitha, kurse në Iran në Iran nuk ka një sukses. Amerika nuk ka humbje është tjetër, por sukses nuk ka, sepse nuk i arriti asnjë nga çfarë dështe, plus që në Iran totalisht Amerika ka bërë gabime fatale edhe geostrategjike, por nga ana mallore e saj vjen edhe një president tjetër mas i vitit, apo pa mbaruar biletë ky 4 vjeçari Trumpit, mund të vinë edhe një tjetër dhe i cili mund të ishim gabim për shembull nëse ju kujtohet edhe Bill Clinton apo edhe të tjerë që thoshin për Iranin, edhe Tony Blair i Anglisë atë patën qenë koalicion bashkë, nuk kishte Iraku nuk kishte bomba atomike, por ku vdiqte 1 milion njerëz atëherë, do të thonë se nuk ka sukses për Amerikën, por Amerika ka qëllime më të mëdha të cilat përdor të gjitha anët, por që të themi që nuk ka nevojë Amerika për Europën, jo, kjo është totalisht pamundur, sepse Amerika ka nevojë në Europës, qoftë nga ana e mentalitetit, e kulturës, e gjithë. Amerika ka vetëm teknologji, asnjë gjë tjetër. E dyta, gjithë bota hik në Europë dhe jo në Amerikë, këtë nuk duhet harruar. Kurse nga ana tjetër, po vetëm poshtur krenarinë e Europës është kjo, por para edhe kjo që zgjerimi i NATO-s nuk ishte para 15 vite, para 20 vite, por ishte fiks vitin e kaluar dhe para 2 viteve. Pra, tregon që Amerika ka një strategji krejtë ndryshe, por si thënë asaj që domethënë jemi shok, por sa më shumë që të marr nga xhepi jot që më mirë është të marr sa më shumë nga xhepi jot. Dhe forca e Amerikës është pamundur që të jetë pa Europën dhe lider të tjerë si puna e Trumpit që janë brenda sistemit amerikan, normalisht janë del më keq si puna e policisë, një polici keq, pra është sistemi amerikan, por jo se Amerika mund të heqë vize Europës dhe kjo është e pamundur, të paktën edhe për 2-3 dekada më radhë. Mirë Stokol për të mbyllur, ndërkaq në një kohë kur rrjetet sociale po mbushën me teori konspirative, por sigurisht edhe lajme të pakonfirmuara se i përket kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu pra nëse është vrarë nga Irani apo jo. Sa reale ishe këto teori? Në fakt këto janë shumë reale dhe kanë qëllimin e vet, pra është një mjet propagande, është një mjet shumë më rëndësishëm se sa vetë lufta dhe se sa vetë ato bomba që hidhen në atje. Nuk është e rëndësishme fare a është Benjamin Netanyahu gjallë, ka vdekur, a është Mushteba Hamanei gjallë apo ka vdekur, nuk janë të rëndësishme fare, por impakti që bën në shoqëritë e saj dhe sidomos duke parë, domethënë një nga ana teologjike mund ta themi. Këto izraelitët janë të vërbetuar se Zoti i tyre ja ka dhënë tapin atje që kjo tokë është juaja, ku këtu nuk do të fluturojnë asnjë zog, asnjë nuk do të bie kokën tuaj dhe ajo ra. Pra gjithë bombat me qindra mira bomba kanë rënë, domethënë atje e cila për herë të parë bien bomba në tokën e Izraelit, pra dhe në Tel Aviv, e cila izraelitët tashmë kanë filluar eksodin e tyre për të rikthyer në shtetet nga kanë ardhur atje që kanë ardhur në Izrael e para. E dyta me pa nga ana e Teheranit,